Do t'jenë 31 punime, as nuk i kam shikuar të nëmë. Edhe temat paka shumë janë ato fëmiria, Bregdeti, Gurët, jugu i Shqipërisë. Dije i Varë, sot është inaugurimi. Okej. Mund të ish rikëtu në mes? Okej, ose ku të bje këtu në dritë të hatit? Ja, drita është mirë këtu. Po, sot. Dije i Varë në punimet. Janë rreth 31 punime, të reja të gjitha. Dhe temat janë poetike të qytetit të Vlorës, Bregdeti pa cënuar, fëmiria si që u rritëm ne në ato vite që i mbaj mend akoma të pash bile sa më shumë kaloj vite dhe sa më shumë godina të reja ndërton, aq më shumë na kujtohet fëmiria. Prandaj edhe unë i rikthej në tablos se jemi rritur për fat në një qytet perl në aspekti natyrës, jo i ndotur, jo i rënduar. Dhe unë ato përpiqem të përcjell dhe brezave të cilët mase s'kan pasur fatin të jetojmë ato lulet e asaj periudhe tona, po që të shikojnë tani Bregdetin e fiksuar siç ka qenë Telaja. Pjesa tjetër e tablove janë tablo historike, një pjesë tjetër është një triptik i dy tablove të Gondinjes, siç përcolli Gondinja tablon e tij në Tiranë dhe siç përcolli Agim Suraj tablon e Ali Pashajt në Janin, në Ersil gjithmonë. Dhe ato janë përsëri një rikthim i kujtime siç i mbaj mend unë dhe i kam parë direkt me sy. Plus pastaj janë dy karikatura, një në vaj, një në tempra, çmimet e fundit, një në Poloni dhe një në Portugali, të cilat kam pasur fatin të kem origjinali dhe të prezantoj të klientët. Unë ju përgëzoj edhe për ardhmën tuaj edhe interesin gjithmonë të televizionit tuaj. Shëndet gjithë mirët. Shumë, dhe prapë sa parë.